Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 9, vargje 18 e në vazhdim. Dhe ndodhi që ndërsa Jezusi po lutej veçan, dishepujt ishin bashkë me të. Dhe ai pyeti duke thënë: "Kush thon turmat se jam unë?" Ata duke ju përgjigjur thanë: "Gjon pak zori, të tjerë Elia dhe të tjerë se është ringjallur një nga profetët e lashtë." Dhe ai u tha atyre: "Po ju, kush thoni se jam unë?" Atëherë Pietri duke ju përgjigjur tha: "Krishti i Perëndisë." Por ai porositi rrept dhe i urdhëroi të mos i tregojnë kurrkujt, duke thënë: "Biri i njeriut i duhet të vuajë shumë gjëra, të hidhet poshtë prej pleqve, kryepëritrinjve dhe skripëve, dhe të vritet dhe të tretën ditë të ringjallët." Por ai u tha të gjithëve: "Nëse dikush do të vijë pas meje, le ta mohojë veten, ta marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjekë. Sepse kush dëshiron ta shpëtojë jetën e vet do ta humbas, por kush do ta humbas jetën e vet për shkakun tim, do ta shpëtojë. Sepse çdo bi ka njeriu po të fitojë tërë botën dhe pastaj të humbas veten dhe të shkojë dëm. Sepse kujt i vjen turp për mua dhe për fjalët e mia, edhe birit njeriu do t'i vijë turp për të, kur të vinë lavdinë e vet dhe të atit e të engjëjve të shenjtë. Në të vërtetë po ju them se këtu janë të pranishëm disa që nuk do të shikojnë vdekjen derisa të shohin mbretërinë e Perëndisë." Kjo është fjala e Zotit për ne sot. Ajo është jo vetëm e frymëzuar për prej Perëndisë, por është e mjaftueshme për ne, ndaj le ta mirëpresim si të tillë sot. Tema për ne sot është rrëfimi i Jezusit si Mesia, pra tregimi prej dishepujve, apo thënia prej dishepujve që ai është Mesia i Perëndisë. Pyetja e madhe që ngrihet këtu për Jezusit ndaj dishepujve të vet është: kush thoni ju se jam unë? Kush thoni ju se jam unë? Tash imagjinoni pak sikur të ishit qenë me Jezusin dhe mund të lëvizni vetëm një flet faqen tuaj, mund ta çoni te kapitulli 8 për të shikuar vetëm ato ngjarje që kanë ndodhur. 7 dhe 8 është plot me mrekulli, po vetëm 8. Imagjinoni nëse do të kishit qenë me Jezusin vetëm jo gjatë gjithë kohës si dishepuj, por vetëm gjatë ndollive që përshkruhen në kapitullin 8 Lukës. Imagjinoni. Atje shikoni se Jezusi i fashit stuhin duke treguar se ka autoritet apo fuqi mbi natyrën. E pastaj përballet me demonizuarin e Gadarenas, duke treguar se ka fuqi dhe autoritet mbi natyrshme, mbi shpirtëror, mbi ata që ne nuk e shohim. E pastaj takohet me gruan me fluks zgjaku, me të bien e Jairit, duke ringjallur prej të vdekurit, duke treguar që është Zoti i vdekjes dhe i jetës. E pastaj në kapitullin 9 që pam herën tjetër, ai ushqen, bën shumimin e bukëve duke ushqyer 5000 burra. Mateu thot pa numëruar gratë dhe fëmijët. Mund të ishin edhe 20.000. Në çfarë përfundimi pra, nëse do të ishit me Jezusin vetëm kapitullin 8, duke parë vetëm këto 4 ngjarje, në çfarë përfundimi do të kishi arritur në lidhje me personin e Jezu Krishtit? Çfarë përfundimi do të kishi ju pastaj në lidhje me personin e Jezu Krishtit? Pra ju pyet juve, ju pyet Filan Fisteku, ti, Mario, në dritën e këtyre që sa ke parë, e këtyre mrekullive që ke parë, kush jam unë për ty? Çfarë mendon? Kush mendon që unë jam për ty? Çfarë do t'i thoje? Dhe si do t'i përgjigjeshe? Shpresoj që pjesa sot që do shohim këtë varg do të na ndihmoj ta identifikosh se kush është ai me të vërtetë dhe ta konsiderosh seriozisht, ta besosh atë e ta ndjekësh atë. Ta besosh e ta ndjekësh atë duke e ditur, e njohur edhe koston që e bashkëshoqëron besuarit në Jezusin. Pjesën e dytë do shohim. Duke e ditur edhe koston që e bashkëshoqëron të ndjekurin e Jezusit. Sot do shohim paktën 4 pjesë, ndoshta ja u bëj të lehtë për t'i mbajtur mend. Në pjesën e parë është çfarë thonë të tjerët për Jezusin? Çfarë thonë të tjerët për Jezusin? Në vargjet 18 dhe 19, Luka fillon historinë duke të thënë që ndolli pra në një moment kur ai po lutej veçantë, edhe dishepujt ishin afër tij. Pra veçmas kur po lutej. Luka është historian, është doktor historian, thot ndolli kur po lutej.
Luka nuk thot na ishte një herë se ç'na ish, nuk ka treguar një prallë, por është treguar një ngjarje të vërtetë kur Jezusi po lutej. Kur Jezusi me të vërtetë po lutej edhe ishte veçmas për të lutur, dhe kur Jezusi ndahet veçmas për të lutur, duhet të vëjmë mendjen çfarë vjen mbrapa, vëllezër e motra. Sepse kur Jezusi ndëçohet për të lutur diçka jo normale ose diçka pak ndryshe mund vi mbrapa. Imani men herën e parë, një herë kur pam që Jezusi kaloi gjithë natën duke ju lutur Atit. E pastaj zbriti nga mali edhe zgjolli 12 dishepujt e vet. 12 apostujt. Kaloi gjithë natën nga 500 dishepujt që ai kishte. Kaloi gjithë natën duke u lutur dhe pastaj zgjolli 12 apostujt. E dim edhe një ngjarje më vonë, ka shumë raste po dy të rëndësishme, edhe një ngjarje më vonë kur Jezusi lutet në kopshtin e Getsemanis, vetëm kur veçohet për të lutur. Një ngjarje e madhe me një herë e ndjek, apo jo, kryqëzimi i tij. Kryqëzimi i tij është duke përgatitur shpirtin e tij për atë çfarë po bën mbrapa. Në fakt tu veçohet për të lutur sepse një rrëfim, sepse një shpallje, si një dukje, një shpalosje e kush është ai do t'rregohet tani. Tani ngjarjen Luka e regjistron. Ngjitur vini re këtu e regjistron, pra shikoni ku është ngjarja e Lukës kur është ndodhur rrëfimi i apostujve, është më një herë pas shumimit të bukës. Pas shumimit të bukës mrekullisë ushqyerjet e 5000 vetave. Por kjo nuk do thotë që ka ndodhur në atë kohë ngjitur. Po shikoni tek Ungjilli sipas Markut, shumimi i bukëve është në kapitullin 6, kurse rrëfimi i pjetit dhe apostujve është kapitullin 8. Kështu që një kapitull i gjysmë ka shumë dollie ngjarje që kanë ndodhur mes këtyre dy ngjarjeve. Por Luka i ka vendosur me qëllim këto dy ngjarje afër. Por nuk do thotë që kanë qenë një ditë mbrapa, mund të jenë mas një javë mbrapa, diçka më mbrapa. Por në këtë rast, pasi ai ishte lutur, veçmas edhe dishepujt janë afër tij dhe i afrohet, ai pyet ata, kush thon turmat se jam unë? Pra pjesa e parë, çfarë thonë të tjerët? Çfarë mendoni ju që thonë të tjerët për mua? Kjo pyetje ishte ngritur edhe më përpara. Vini re në vargjet 7, 8 dhe 9, kur për herë të parë këtë pyetje e ngriti kush? Herodi tetrark. Herodi tetrark tha, kush është ky që po flasin e po bën ndollit ndryshme e këto mrekulli? Mos është dëgjon pak zor, unë ja preva një herë kokën. I ndjekur prej fajit prej fajit ti që gjën pak zorit ja kishte prerë kokën, ai mendonte që gjën pak zori është kthyer në jetë, ka ardhur nga bota tjetër. Dhe po e përndjek. Edhe tham kur predikuam atë rast, është e vërtet, dikush ka ardhur nga bota tjetër, por jo gjën pak zori, biri i Perëndis ka ardhur nga bota tjetër. Edhe ai ngriti këtë pyetje për herë të parë. Edhe njerëzit i dhanë të njëjtën përgjigje, pak ashtu duket si copy paste atje, i dhanë të njëjtën përgjigje. Mbani mend që Jezusi e ka përmbyllur, dhe këtu ku ndodh kjo, Jezusi e ka përmbyllur shërbesin e tij në Galile. Pyetja e Herodit tetrark u ngrit kur ai ishte në Galile, sepse Herodi ishte qeveritari i Galiles. Mateu dhe Marku na tregojnë, Luka i ka vënë ngjitur, por Marku ka disa historinë mes ku Jezusi po drejtohet për të shkuar në Jeruzalem. Dhe Marku dhe Mateu na tregojnë që kjo ngjarje ndodh afër Cezares së Filipit, pra afër malit Hermon, pastaj do ndodhë shpërfytyrimi. Kështu që Jezusi ka lëvizur, nuk është më në Galilea, është në Cezare, ku tetrark nuk është më Herodi, po është Filipi. Është Filipi. Dhe Jezusi na tregohet këtu që është drejtuar për drejt Jeruzalemit, atje ku do të, siç thot fjala e Zotit, që do të vdisej në Jeruzalem. Në fakt në vargun 51, një faqe më mbrapa, mund të shikoni, thot, ndodhi që kur po plotësoheshin ditët. Është duke afruar ora. Gjoni thot, alo, ora s'ka ardhur, po ora ka ardhur. Kur po afroi ora, kur po afroheshin ditët, kur plotësoheshin ditët, që ai të merrej në qiell, të kthehej prapë te Ati. Ai e drejtoi fytyrën prerazi apo qartazi që të shkojë në Jeruzalem, ku do të vdiste, do të ringjallej. Vini re vargu 51 atje. Jezusi do të shkojë atje. Por përpara se të shkojë atje në Jeruzalem për të vdekur dhe për të ringjallur, ai ka dëshirë të di, jo se nuk e din, por të na tregojë ne përmes Lukës se ku qëndrojnë dishepujt e tij në lidhje me të, në raport me të. Dhe ata i përgjigjen kur ai pyet, kush thon njerëzit se janë unë.
Disa thonë, ata përgjigjen, disa thonë zgjën pak zori. Disa thonë Elia apo një nga profetët e lashtë. E vëllezër motra, njëjtën gjë sot. Edhe mas 2000 vjetësh njerëzit mund të mendojnë për Jezus Krishtin. Ndoshta 1/3 e botës, nuk e di, po të paktën bota muslimane mendojnë që Jezusi është thjesht një profet. Edhe ai është një profet, do ta shohim pak më mbrapa që ai profetizon kryqëzimin dhe ringjalljen e tij. Ai është një profet. Por mendojnë që është vetëm një profet. Shumica e këtyre njerëzve mendojnë që është një profet. Ka shumë njerëz që mendojnë një pjesë tjetër, që mund të jenë ateista apo deista apo të një fe tjetër apo ateista, mendojnë që Jezusi është një mësues i madh. Një mësues i madh i etikës, i moralit. Edhe me të vërtetë ai është një mësues i madh, ai është një mësues i madh i etikës dhe i moralit. Askush s'ka dhënë mësimet më të mira për moralin dhe etikën. I majmen kur ai tha, nuk është vetëm për të vrarë, për nëse u rrend vllajën tënd ti e ke vrarë në zemrën tënde, apo nuk është vetëm për të bërë kur vri, për nëse ti e lakmon dikën, ke bërë kur vri në zemrën tënde. Etikën dhe moralin e ngriti më lart se askush tjetër, por Jezusi nuk është vetëm një mësues i moralit dhe i etikës, dhe nuk është vetëm një profet. Edhe pse është këto që sapo tham. Në pjesën e dytë në vargun 20 është çfarë thoni ju kush jam unë? Çfarë thoni ju? Dhe kjo është pyetja për ty, çfarë thua ti? Ti mund të kesh dëgjuar rreth rrotull ana shtehet. Dikush mendon që është profet, dikush është mësues i moral, dikush kështu, dikush ashtu. Por më e rëndësishmja për ty sot është çfarë mendon ti për Jezu Krishtin, dhe në fakt më e rëndësishme se edhe kjo është çfarë mendon Jezusi për ty. Sugjerimet njerëzore janë lartësuese. Në fakt kur ata thanë që është gjën pak zor, një profet i lashtë, është mësues i moral, diçka tjetër. Në fakt këto janë qëndrime dhe janë thënie apo sugjerime lartësuese për Jezusin. Janë të mira, nuk e se po e ofendojnë Jezusin duke i thënë edhe profet, sepse ai është një profet, ai është edhe mbret, ai është edhe prift. I ka 3 ofiqet e dhjatës vjetër. Por nuk janë të mjaftueshme për të shprehur se kush është ai me të vërtetë. Ai nuk është asgjë më pak se sa Mesia, i vajosuri, i pakrahasueshëm dhe unik i Perëndisë. Vini re, pyetja u drejtohet të 12 dishepujve, kur Jezusi pyet, nuk pyet vetëm Pjetrin, nuk i thot kush mendon ti Pjetër që jam unë. Tha kush mendoni ju? Gjithë dishepujt, të 12 dishepujt se jam unë. Por këtu përgjigjet Pjetri dhe përgjigja e Pjetrit nuk është vetëm e Pjetrit, është e gjithë dishepujve në fakt, por nuk do flisim tanë për një herë muzon, ja ka mund si klas por atë flason mësuesat flason edhe Pjetri duke qenë karizmatik edhe si drejtues i tyre, patjetër përgjigjet dhe në emrin e tyre. Dhe ai rrëfen thotë ti je Krishti i Perëndisë. Por përgjigjja është në emër të gjithë apostujve, të gjithë mendojnë pak a shumë njëjtën gjë. Ndaj njohja e Krishtit është gjithmonë është e rëndësishme për të kuptuar këtë që po them tani. Sepse siç thash, njohja e Krishtit në mënyrë personale, por kush është ai në të vërtetë në personin e tij, nuk është çfarë mendojnë të tjerët dhe çfarë thonë të tjerët. Në fakt nuk është as çfarë mendon ti krejt. Fakti është çfarë Perëndia na ka zbuluar në zemrat tona se kush është me të vërtetë biri i Perëndisë. Njohja e Krishtit është gjithmonë një zbulim apo përfundim personal. Nuk është një përfundim apo konkluzion apo koleksion i mendimeve që dikush thot apo ka për Jezusin, apo një tjetër ka. Ai në fakt as nuk mësohet nga opinionet e tjerëve. Pavarësisht se ne mund të ndihmojmë, opinionet tona mund të ndihmojnë tjerët mund ta ndihmojnë ne. Ai është një gjë shumë personale. Por është shumë edhe pse është shumë personale, prap nuk ngel gjithë merita në ne në këtë gjë. Nuk është një kuptim, edhe kur e kuptojmë ne Krishtin në plotësinë e tij, nuk është një kuptim vëllezër motra meritor. Për shkak të meritës tonë, për shkak të zgjuarësisë tonë, as ka njerëz më të zgjuar jashtë nesh. Po pse nuk e kuptojnë ata Krishtin? Pse nuk e njohin? Pse nuk e rrëfejnë ata Krishtin? Sepse edhe Pjetri dhe dishepujt e tjerë kanë parë, e kanë vëzhguar, edhe pse ata kanë parë, e kanë vëzhguar vazhdimisht këto mrekulli. Nga ana njerëzore, pra çfarë Jezusi ka bërë,
Ky përfundim ku arrin dishepujt, apostujt, ky përfundim nuk është një përfundim i vëzhgimit njerëzor apo thjesht i vëzhgimit njerëzor, por është një zbulesje e Perëndis. Asnjë zbulesje e Perëndis. Pjeti duke i përgjigjur tha ti je Krishti i Perëndis. Te Mateu shohim, Ungjilli i Mateut na jep më shumë detaje. Tek Mateu 16 dhe 17, Pjetër rrëfen duke thënë ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Dhe vargu 17 pason duke ju përgjigjur Jezusi Pjetrin në rrëfimin e tij. Dhe Jezusi ju përgjigj, dhe çfarë thot Jezusi? I lum jeti o Simon, biri Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi as gjaku, as se pje një i meqëm, as se ishëm i zgjuar, por Ati im që është në qiej. Nuk ka thonë, bravo Pjetër, se ti je më i mençmi nga apostujt. Mos kish aty, kur s'do ta kishin kuptuar këta se këta janë. Ti bravo se ti je shumë i zgjuar. Lum ti o biri Jonas. Simon biri Jonas. Sepse nuk ta zbuloi as mishi as gjaku, por Ati im që është në qiell. Edhe ne duhet i lutemi të njëjtën gjë Zotit ton, Perëndis ton, Atit Zotit ton Jezu Krisht, që të na zbuloj përmes shpirtit të Tij të shenjtë, kush është në plotësinë e Tij, biri i Tij Jezu Krishti, biri i Tij i dashur, vëllezër e motra. Sepse nuk është prej aftësisë as zgjuarsisë tonë për ta njohur atë, por për shkak të zbulesjes së Tij në zemrat tona, prej fjalës së Tij, prej shpirtit të Tij të shenjtë. Pjesën e tretë, e këtu mbrapa fillon Rubini. Çfarë thot Jezusi për veten? Vinëre, ai pyet çfarë thon të tjerët se jam unë, çfarë thoni ju? Tani çfarë thot Jezusi për veten? Vinëre, që sapo dishepujt rrëfyen që ai është Mesia i Perëndis. Pra i vajosur i Perëndis që është i vërtet, Jezusi ju thot, ju urdhëron ata rrethësisht. Jezusi është pak i çuditshëm. Ne i thot, kush thoni që jam? Na tregoni kush jam unë? Sa i tregojnë? Mos e tregoni kuj. Po pse na thamë tregu për mos e zëmë tregu kuj? Mos na pyet, pse ta tregojmë, mos na tregu, po na pyetëm me tregu. Kështu që sa e tregoni, tha mos i tregoni kuj. I thot i urdhëroi rrethësisht i ndaloi dhe i urdhëroi që mos i thonin askujt për këtë. Pse? Do vinë koha kur ai do thonë këtë, por koha tani, vendi dhe kuptimi që ata kanë për Mesian tani nuk është koha, vendi dhe momenti i duhur dhe kuptimi i duhur. Hebrejt po dhe dishepujt kishin një kuptim ndryshe për Mesian, se çfarë do zbuloi Jezusi në vargjet më poshtë, që është një çudi, një zbulesë, një shok, një goditje për dishepujt gjithashtu. Edhe pse shpallen Mesia, ata nuk e dinë çfarë Mesia i vërtet është dhe çfarë Mesia i vërtet do të bëjnë. Kështu që ajo ndal se koha nuk është, dhe kuptimi që kanë ata nuk është i duhur, dhe vendi nuk është shkuar akoma në Jeruzalem e tjerë. Në fakt, Gjoni na jep një detaj shumë veçantë, direkt mas shumimit bukëve, tek Gjoni 6. Sa po ka bërë mrekullinë e bukëve, janë ngopur, kanë mbledhur të copat koshta dhe me një historia siç ndodh. Thot Gjoni 6, 14 dhe 15, kur njerëzit pan shenjen, mrekullinë, se të Gjoni thuhet shenja për mrekullit, kur pan shenjen që Jezusi bëri, than, me të vërtet, ky është profeti që duhet i vi botës. Ky është profeti, ky është Mesia që po presim, ky është profeti që duhet i vi botës. Dhe pason me vargun 15 që është interesant shumë. Por Jezusi thot, duke e ditur se po vinin, kur pan këtë mrekullinë dhe thanë që ky është profeti që duhet vi në botës, se po vinin ta kapnin për ta bërë mbret, po vinin turma për ta kapur për ta bërë mbret Jezusin, ai u tërhoq përsëri në mal filli vetëm. Sa ata e kuptojnë që janë të ardhur me e marr fyn dhe erdhën me e bën, thanë profeti i madh për të bërë mbret, ai u shkput prej tyre filli vetëm në mal. Pse? Ai akoma nuk është në Jeruzalem. Dhe kuptimi i tyre në këtë kohë për Mesian ishte, do t'ja u shpjegoj tani shkurt se s'kemi shumë kohë, ishte që do të vinte, Mesia do të vinte si një mbret fizik dhe ushtarak, pra ne të shku me e kap, me e ba mbret, me e vu në frën e me i vu kurorën e Davidit.
për mbretëruar tani, direkt me njëherë dhe për të shporur romakët pushtues. Ata prishin një mbret politik dhe ushtarak për të çliruar ata nga represioni romak. Dhe kushdo që shpallte që është Mesia, ata e merrnin edhe hajde na banë komandanti jon. Mani men, kur mbledhen apostujt, kur i kapin Sinedrit tek veprat e apostujt, Gamalieli thotë ka dalë shumë krishtër. Doli të uta, bani këtë, por doli që s'është i vërtetë. Lene se kanë dalë shumë Mesia, kanë dalë shumë, kanë proklamuar. Pra ata po prisnin me thënë ndryshme, me kthy, me kuptuar më mirë. Ata po prisnin Skënderbeun që të vinte të shironte nga turqit. Skënderbeu s'ka për të vdekur për mëkatet tona. Ka fiks për të na shiruar, për të na bashkuar dhe për të na shiruar ne nga turqit. Ata ishin gati për të bashkuar si kom për të shiruar nga romakët. Kruja qyteti bekuar, prite Skënderben, po vjen si një plumb i shkruar të çliroj më mëdhen. Shkruan Naimi më duket, por Skënderbeun duke pritur, pra kjo ishte pritshmëria e popullit shqiptar për të ardhur Skënderbeu, dhe kjo është pritshmëria për ta kuptuar, kjo është pritshmëria e hebrejve, judejve në atë kohë, që do të vinte Mesia, shërimtari, shpëtimtari, mbreti, që do shporte pushtuesin e do të ulen fizikisht në fronin e Davidit. Ata janë gati të ndjekin një Mesia të tillë. Dhe Jezusi është mbret. Është vërtet që është mbret. Por mbretëria e tij nuk është politike, nuk është ushtarake dhe nuk ka një qëllim që t'i çlirojë ata tani nga pushteti i slavëria romake. Por mbretëria e tij është një mbretëri shpirtërore dhe qëllimi i tij malla çlirimi, që ata kanë më shumë nevojë se sa nga çlirimi romak. Çlirimi nga mëkati i tyre, që i ka zënë rob. Dhe për të çliruar ata nga mëkati i tyre, nuk është nevojshme tani të ulet në front si mbret, por duhet shkojnë në kryq, poshtërohet në kryq, që t'i falen mëkatet e tyre, të marrin veten e tij. Gjithë dënimin që ata meritojnë, e ne meritojmë. Ndaj edhe në rolin e tij profetik tani, ai thot dhe tregon çfarë është Mesia i vërtet. Ata po prisnin diçka tjetër, por ky po thotë ja kush është kuptimi juaj për Mesien, kohën, vendin është i gabuar. Ja të tregoj çfarë, është vërtet që jam Mesia, jam i vajosur i Perëndis, jam i caktuar i përjetshëm i Perëndis. Por kuptimi i Mesias është ky që këtu ju them tani, Mesias vërtet. Në rolin e tij profetik ai thotë biri i njeriu duhet. Dhe vini fjala duhet, tash si keni Bibla tuaja, apo shkojnë te shtëpia, rrethoni atë fjalën duhet. Nuk thotë është mirë që të vuaj, apo ndoshta do të vuaj. Thotë por duhet. Është parakusht, s'ka rrugë tjetër veç se kështu. Duhet me patjetër, duhet. Është një parakusht hyjnor që Mesia duhet vuaj shumë gjëra, që duhet hidhet poshtë, jo të ngrihet në lart në front tani. Do të ngrihet më vonë prej vdekurit, do të ngrihet më vonë në qiell dhe do të ulet gjatë natit, por tani do ulet poshtë. Momenti është për të ulur poshtë. Para se të ngrihet lart. Që prej krerëve fetar, priftërinëve, Sinedrit pra, që i përmbledh gjithë ata, që duhet ta kishin njohur, por nuk e njohin, të vritet. Duhet. Jo mund, ndoshta, por duhet të ulet, duhet të kryqëzohet e duhet të ringjallet. Duhet. Po ai është mbret. Po ai është Mesia që duhet të vi, po jo në mënyrën dhe rrugën tonë, por në mënyrën dhe rrugën e tij. Ky skenar që Jezusi përshkruan është krejt kundër pritjeve tyre. Vëllezër motra, shpesh herë ne kemi pritjet tona për Jezusin. E kam thënë 100 herë. E duam Jezusin, bajag i mirë. Por e duam që Jezusi t'i bëjnë gjërat në mënyrën tonë. T'i bëjmë kështu si duam ne. Tani që duam ne, kur duam ne, si duam ne, pse duam ne. E shpesh kur ai na tregon se si duhet ndodh ajo që po kërkon, po si duhet ndodh në mënyrën e tij, nuk na pëlqen, sa është krejt kundër pritjeve të Jezusit. Ata e dinin që është Mesia i vërtet, por mënyra dhe fjalët janë pa kuptimta për ta kur i thotë këtë që ai duhet të ulet, vuaj, kryqëzohet e të ringjallet. Saqë Pietri
tek Ungjilli i Markut, nuk e thot Luka, por Pietri tek Ungjilli i Markut, ai sapo ka rrethyr Pietri që ti je biri, Krishti biri Perëndisë gjallë. Dhe Pietri thot, Jezusi thot të fjalë që duhet shkojnë në kryqë, i bjen pa për shtat. I duket çudi, i duket marri Pietrit. Sa merr në vetin për me shërtu Jezus, mi thana me Jezus, se unë ngute i fije. Mie e Mesia, jo, po me vdekje, hajde i fije ma këtej, se ta tregojnë që do të në ba. Edhe e merr në vetin. E merr në vetin. Dhe i shërton Jezusin, i thot, kur mos qoftë që ti të vdesësh, që ti të kryqëzohesh. Si e thot Andrea të se ti e ke? 8 të Marku, 8:32-33. E merr në veç mas dhe e shërton Jezusin. Dhe Jezusi me njëherë, pasi i ka thënë të lumt o Pjetër, tek Marku që tash zbuloi fryma shajt, kur Pjetri thot nuk duhet shkosh në kryqëzim, nuk duhet kryqëzohesh, Jezusi thot shporru Satan. Se ti nuk ken mend punët e Perëndisë, por punët e njeriut. Sepse për Jezu Krishtin të thuash që nuk dosh për Jezus Krishtin të bëhet Mesia në mënyrën e Pjetrit, duke u bërë mbret, tani është djallëzore. Mesia duhet bëhet ashtu siç duhet bëjnë në mënyrën e tij, duke vdekur në kryq, duke u ringjallur. Ai është Mesia i vërtetë, ai është mbreti, por jo në mënyrën tonë, por në mënyrën e tij. Në mënyrën e tij. Sepse kjo që po bën Jezusi, po shkon për të bën vëllezër motra, nuk është një aksident. Nuk është një rastësi. Kur Jezusi po thot këtu, që unë duhet shkoj në Jeruzalem, e duhet kapem, me të arrastohem, me të përçmohem, me të kryqëzohem, me të vrahem, ata që do e bajnë këtë gjë, akoma se kanë menduar. Akoma se kanë menduar sepse Jezusi e din, sepse kjo është caktuar prej themelimit të botës, kur në beslidhjen trinitare, Perëndia, Atë, Biri, Shpirti i Shenjtë menduan për ta shpenguar një popull për veten e tyre, thanë kush do shkojnë, dhe Jezusi tha unë. Prej përjetësisë, kjo nuk është një rastësi, është një caktim hyjnor prej përjetësisë. Akoma pa planifikuar me u shku mendja keq me vrata që do ta vrasin. Ky nuk është një aksident. Është një plotësim i një domosdoshmërie hyjnore. Gjoni këtë. Ky nuk është një aksident. Është një plotësim i domosdoshmërisë hyjnore. Në pjesën e 4, që s'kemi e shumë kohë, do doja edhe një orë tjetër për ta thënë këtë, është çfarë thot Jezusi për ta. Çfarë thonë tjerët për Jezusin, çfarë thonë ata për Jezusin, çfarë thot Jezusi për veten, çfarë thot Jezusi për ta, për dishepujt tani. Jo vetëm ai tregon se ku duhet kaloj, pra përmes vujtjes kryqëzimit, por duhet dhe ku duhet kalojnë, por tregon edhe ku duhet kalojnë ata. Jezusi tregon ku duhet kalojnë edhe ata që e duan dhe duan të jenë me të vërtetë dishepujt e tij. Dhe i shtrëngoi rrypin e sigurimit tani. E di si do ta zhubravis pak mishën, por shtrëngoi rrypin e sigurimit. Kjo do thotë ti jesh me të vërtetë i krishterë. Nëse dikush do të vijë pas meje, ta afirmoj veten. Jam fal, të ngatrova. Jo, nuk thot ta afirmoj veten. Se dikush të vijë pas meje, ta mohoj veten. Ta mohoj veten. E të marrë çdo ditë, jo i herë e rast pas rastit për këshnella, për pash, për krishtinja, për nai, por çdo ditë. Por çdo ditë kryqin e tij. Dishepujt e din çfarë do të thotë Jezusi këtu. E din shumë mirë. Kryqëzimi si metodë ekzekutimi ishte i njohur por hebrejt që ishin pushtuar në këtë kohë nga romakët, sepse ky ishte mënyra më fatale e tmerrshme që romakët i kryqëzonin jo romakët. Kur ata shikonin, kur hebrejt dhe dishepujt e Jezusin shikonin një burr duke dalë prej fshatit tyre, me i tra horizontal në shpinë, e me një 2-3 ushtar mrapa, ata e dinin që kjo është një rrugë, një udhtim vetëm vajtje. E ka për ky zotnia ka prej biletën vajtje, nuk kthehet më atë, shkon kryq me vdek. I burri si del me shtyllën horizontale në shpinë, me 3-4 ushtar për mrapa, është duke shku për të vdekur, saqë doli një idiom, një shprehje.
idiom që përshkruaj, pra, që thuaj për dikën, pra, ai që do të marr kryqin e tij, ose ai që do të mbaj kryqin e tij, që përdorej apo thuhej që për dikë ose për dikush e thonte, kur duhet përgatitej, pra kur diku i thuhej duhet marrësh kryqin tënd, ose unë po marr kryqin tënd, është i përgatitur që duronte gjërat më të vështira që jeta mund t'i jepte. Në shprehje mesin tonë, secili të marrë kryqin e vet, e kemi thënë, ha? Por kur thotë kjo shprehje për veten për dingan që dikush po përgatitet për të marrë apo për të vujtur, për të kaluar gjërat më të mërshme që jeta mund të ofrojë. Të identifikohesh me të, me Krishtin, dhe për të, dhe me integritet ndaj tij, të jesh gati pra çdo gjë që sjell jeta, kur nuk është e përshtatshme apo nuk përballet ose përputhet me vullnetin e tij. Pra ti je gati me marrë kryqin tënd, do thotë ti je gati me u përballë me çdo gjë që sjell jeta, por shkak se ajo që vjen për shkak se nuk është në përputhje apo në përshtatje me vullnetin e tij. Ta mohosh veten për të. Ta mohosh veten për të do thotë të përulesh aq shumë kundrejt tij, për shkak se ai përuli veten aq shumë për shkakun tonë. Për shkakun tonë. Ndaj pyetja është për ty në këtë pjesë, a ke ndonjë vështirësi ti? A ke ndonjë vështirësi ti për shkak se ndjek Jezusin? Kem të thënë, a ke ndonjë vështirësia për ndjekje se shkel semaforin, se meriton, se s'pagun taksa, se bën korrupsion? A ke ndonjë vështirësi ti që të ka ardhur apo po të vjen për shkak se po e ndjek Jezusin? Dhe vjen vargu 24, që quhet paradoksi i madh, ndryshe njihet kjo shprehje këtu njihet si paradoksi i madh në teologji. Kush dëshiron ta shpëtoj jetën e vet, do ta humbas. Por kush do ta humbas jetën e vet për shkakun tim, jo për shkak se kanë zonë të vjell bankën, për shkakun tim, do ta shpëtoj. Do ta shpëtoj. James Davidson Hunter, në studimin e tij historik, ungjillizimi brezit që po vjen, pra ungjillizimi si ta ungjillizojmë brezin që po vjen, është titulli i librit, vëren se mazgjepsja, ngjoni këtë, se mund të jesh një nga ky. Vëren, pra, se si do të arrijmë, si do të ungjillizojmë brezin e ardhshëm, vëren në këtë, se mazgjepsja me veten dhe me mënyrat tona të parit gjërave është bërë tipar kulturor i ungjillizimit sot. Fokusi te vetja është pjesë e identitetit modern ungjillor, thotë ky. Pjesë e identitetit modern ungjillor, fokus te vetja. Unë jam qendër te vetja. Kjo është arsyeja që një numër gjithnjë në rritje të krishterëve ungjillor nuk interesohen fare për lavdinë e Perëndis. Se mu interesu për lavdinë e Perëndis, i vjen në i kosto, kështu që nuk intereson fare për lavdinë e Perëndis. Për ta krishterimi ekziston, gjojnë çfarë thotë? Për këta krishterimi ekziston për të përmirësuar jetën e tyre. Këtu thotë Jezusi po ndjekë mu të vinë vështirësi, ta bëhen krishterë për me rregullu. Për ta krishterimi ekziston për ta përmirësuar jetën e tyre, martesat e tyre, llogarinë e tyre bankare, prestizhin e tyre. Por për të mbajtur kryqin e vet, për të paguar një çmim dhe të qëndrim për Krishtin, jo faleminderit, thonë brezion. Ky është studimi që i bën ky zotëria. Humsi këtu nuk është ai që e lën jetën për Krishtin. Humsi është ai që e mban jetën e vet për veten, nuk e jep për Krishtin, dhe në këtë rast humb jetën e vet, humb edhe Krishtin. Jetën e vet e humb edhe Krishtin. Sepse çdo bi ka njeriu po të fitoj tar botën. Çfarë do bie të ka njeriu po të fitoj tan botën e pastaj të humbas veten dhe të shkoj dëm, thot. Marr fund, shkoj me shku dëm. Ku themi ai ka shku dëm, ka marrë, ka marrë.
Marku shton, te 8:37 shton në një varg shumë interesant, thot ose çfarë mund të jap, dëgjoni këtë çfarë thot Marku shton. Ose pra çfarë do bëj ka dikush me fitu jetën e vet, por me humb atë dhe me shku dëm. Marku thot ose çfarë mund të jap njeriu, çfarë mund të paguaj, çfarë mund të jap njeriu në shkëmbim shpirtit vet. Me çfarë mund ta blej njeriu? Me sa mund ta blej njeriu shpirtin e vet? Sa ban shpirti mor? A ke menduar ndonjëherë sa të ban shpirti? Sa të kushton? Sa? Me çfarë blen? Sa ban shpirti? Jeta dhe shpirti nuk mund të maten as peshohen në terma material apo financiar, o vëllezër e motra. Që jemi turp direkt mas materies, mas materialit, mas gjithçka e kemi harruar. Duke fituar gjithçka tjetër, kemi harruar të marrim Krishtin e kështu duke humbur shpirtin tonë. Imagjino ke i peshore, këto kanare që janë kështu peshore kështu. Edhe njëra anë vendos shpirtin tanë. Shpirti jet është në këtë anë. Tash imagjinoj shpirtin dhe peshon, edhe kur vën shpirtin, ulet peshorja. Sa është shpirti pak i ran. Pse di? Tani sa mendoni pak sa duhet, çfarë duhet dhe sa të vesh nanën tjetër që ta çojnë e të peshojnë maran. Sa, çfarë? Ma thuj. Sa milion, sa karrierë, sa punë, sa fitore, sa lavdi, sa? Asgjë. Vetëm një gjë mund ta çojë anën tjetër peshorës. Po për tas pak shumë tani, duhet. Vetëm një gjë. Vetëm një gjë për shpirtin tanë edhe për jetën tonë. Jeta e drejtë, vdekja dhe ringjallja e Jezu Krishtit në anën tjetër mund ta çojnë peshorën, mund ta blejnë shpirtin tanë, asgjë tjetër. Vetëm jeta e drejtë për jetën tonë mëkatare, vetëm jeta e drejtë e shajit të Tij. Vdekja dhe ringjallja e Tij mund vendosën në anën tjetër për ta fituar, për ta ngritur lart shpirtin tënd në qiell. Dhe vetëm kur ta ketë bleja jetën tonë, vetëm kur ta ketë fituar jetën tonë, vetëm atëherë mund ta kuptojmë se sa gati jemi ne për ta ndjekur atë, për të dhënë gjithçka, për të ndryshe nuk do ta kuptojmë kur vëllezër e motra. Qose si e gati me dhënë gjithçka kur do për Jezu Krishtin, është për shkak se ndoshta se ke kuptuar me të vërtetë se çfarë rrin në anën tjetër peshorës. Jeta, vdekja dhe ringjallja e Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe është ai varg aty do ta mbyll tani se s'kam kohë. Thut ku i vjen turp për mua, do të më vijë edhe mua turp atë ditë kur të them lavdi me angjëllit e qiellit. R.C. Sproul në komentin e tij thot, imagjinoj që ose jam duke shku tek në qiell tani, edhe ati është aty tek dera dhe thot emrin tim. R.C. Sproul ose Fabian Ivanaj. Edhe me njëherë Jezusi qesh thot, le të vinë atë, sepse është imi, unë e njoh atë. Unë jam i gëzuar për të, jam i gëzuar prej tij. Imagjinoj thot skenarin tjetër. Kur thot ati Fabian Ivanaj. Edhe Jezusi thot, po, e njoh. E njoh kush është ai, e njoh. E njoh mirë kush është ai. Vjen turp prej tij. R.C. Sproul thot, a mund ta imagjinosh këtë? Kjo është gjëja më e keqe, më e rëndë që dikush mund të dëgjojnë për veten e tij, që Jezusi i vjen turp për ty. Sepse ai s'kishte turp për ty, sa ai s'kishte turp për ne, sepse ai u rrahu, pështy, u turprua, u zhvesh, u zgjakos, u ngrit kryq për ty, ai s'kishte turp për ty. Sa vlen jeta jote? Sa vlen jeta jote? Jeta jote vlen aq sa ti mund t'japësh gjithçka. Ti je gati t'japësh gjithçka që të kesh Krishtin, të kesh jetën e tij, shpëtimin që ai ka fituar për ne. Amen. Le të lutemi. O Atë, falenderojmë për fjalën tënde. O sa e mirë është fjala jote. Sa e bukur për t'u parë, për të vëzhguar, për jo vetëm e bukur, nuk është një tregim i bukur që na kënaq veshët,
Pra është një e vërtet, e gjallë, që na mbush zemrën. Jepi kuptim asaj në zemrën tonë, në shpirti i shenjtë. Vetëm ti mund ta ndriçosh zemrën tonë, shpirtin tonë, me anë të fjalës tënde. Vetëm ti, o Zot, mund ta ndriçosh mendjen tonë që ta shohim Krishtin e Perëndisë me të vërtetë siç është. Ai që vuajti për ne, ai që vdiq për ne, ai që u ringjall për ne. E vetëm ti mund na japësh fuqinë, edhe gëzimin, edhe dëshirën për të qenë dishepujt e tu me të vërtetë, për të ndjekur ty, për të dashur ty, për të nderuar ty. Na ndihmo, Zot, ta përfundojmë ngjarjen mirë, që atë ditë mos turprohesh me ne, por të gëzohesh, kur të na shikosh, të jemi bashkë me ty në lavdi. Në emrin e Shmurta ne lutemi. Amen.